dhe u përdor edhe ajo raketa tjetër Iskandar, ku goditën objekte ushtarake. Për personat që kanë parë videot dhe filmimet nga Kievi, sulmi që është ndërmarrë në Kiev i ngjan pak a shumë sulmeve që Irani ndërmerrte në Tel Aviv me ato raketat Hyper Shekan, ku janë shkatruar gjithë ato banesa në qendër të Kievit, ku sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë u sulmuan qendra ushtarake të regjimit të Kievit. Po dua të them që lufta nuk po përfundon dhe lufta ka hyrë në një fazë shumë kritike, ku javën e kaluar ukrainasit kanë goditur rafinerinë e Jaroslavit dhe shumë rafineri dhe depozita nafte të Rusisë, ndërsa javën e kaluar u godit edhe Moska në një nga sulmet më spektakolar në historinë e Moskës që nga lufta e dytë botërore, dhe lufta është shumë e egër. Po të dëgjosh mediat ruse, ka një tërbim nga pala e qytetarëve rusë me atë që po ndodh. Shumë strateg ushtarak, analistë nëpër media kërkojnë që Rusia të përdori bombën nukleare. Është një nga ish këshilltarët e presidentit Putin, profesor Karaganov, i cili që prej nisjes së luftës në mënyrë të përsëritur kërkon që Rusia të përdori bomba strategjike nukleare, ku të godasi qendrat e NATO-s nga ku koordinohen sulmet kundër Rusisë. Po deri në këto momente Putini, disa thonë nga frika, disa thonë nga kalkulimet që ai bën etj, nuk po reagon. Po duhet kujtojmë që javën e kaluar Rusia së bashku me Bielorusin kryen së bashku shtërvitje nukleare ushtarake, u ngritën raketa dhe u stimulua një sulm nuklear nga ana e Rusisë kundër kundërshtarëve të saj. Pra lufta është shumë kritike, është shumë e keqe, dhe për më tepër me ndihmën e MI6-it britanik e CIA-s amerikane, ukrainasit po arrin disa suksese spektakolare, nuk po mbetet rafineri në Rusi pa u goditur nga dronat Ukrainës. Disa drona janë edhe long distance që fluturojnë me mijëra kilometra, dhe Rusia në mënyrë të vazhdueshme po dështon që t'i kapi këtë dron. Ndërsa rusët bëjnë avancime dhe kontrollojnë rajonet e Donbasit, të cilat i kanë kushtuar që nga viti 2021, dhe ukrainasit nuk kanë çfarë t'i bëjnë rusëve në Donbas. Rusia me sa duket është duke posuar një disfat të paparë nga sulmet me dron, të cilave asnjë armat nuk ka çfarë t'i bëjë. Domethënë, ajo që po i ndodh Rusisë në këto momente, për ata që ndjekin lajmet nga Libani, Izraeli ka pushtuar Libanin e jugut dhe është duke rrafshuar qytete dhe bërë masakra për ditë. Sërish Hezbollahi me sulmet me dron po i shkakton Izraelitëve sulmet fapara. Nuk e di se çka ka po përsëritet dëri, nuk e di. Po, regjia, ja shikon regjia. Po. Ndërkohë, Olc, si e shikon përveç se opsionit që ju sugjeruat, apo ish këshilltari Putin Karaganov sugjeroi që ishte opsioni i përdorimit të bombave taktike nukleare, si e vlerëson mundësinë e një përplasje të Rusisë me Europën në një kohë ku ajo stërvitje për cilën ti ju referove aktualisht mblodhi rreth 470.000 ushtar pikërisht në kufi me këto vende. Si e shikon mundësinë që kjo përplasje të kthehet në një përplasje Rusi-Europë, apo Rusi-NATO në rastin konkret, sepse ato janë vende që janë NATO dhe këtë duhet ta themi. Probabiliteti është shumë i madh. Duhet dim disa fakte. E para, Evropa po militarizohet në mënyrë agresive. Vende sikur Polonia, Çekia, Gjermania, Britania e Madhe, Franca,
kanë rritur industritë e tyre të luftës. Vende sikur Gjermania, të cilat që prej luftës dytë botërore ishin detyruar që të mos ndërtonin më kurrë ushtri, tani në Gjermania është duke u militarizuar me ritmet ndoshta të luftës dytë botërore. Dhe Gjermania, sigur edhe kanë deklaruar politikanët e saj, në vitin 2030 parashikon që të jetë e gatshme për luftë. Britanikët janë duke u militarizuar në mënyrë agresive dhe me sa duket, sigur duket punët herët apo vonë, ne do kemi një luftë masive në Evropë ndërmjet Federatës Ruse edhe NATO-s. Se kur do ndodhi ky moment, nuk e dim. Britanikët që përdorin ukrainasit vazhdojnë që t'i provokojnë rusët me forma nga më të ndryshmet, që rusët të përgjigjen me një sulm taktik nuklear, ku më pas ndoshta britanikët të përdorin Gjermaninë apo Ukrainën për të goditur me bombë nukleare Moskën dhe qytetet e tjera të mëdha të Rusisë. Dhe me sa duket edhe me sa unë kuptoj, ndoshta kjo është një nga arsyet pse Putini po ka frikë që të përdori bombën nukleare. Në luftë konvencionale, rusët nuk po arrin ta mundin dot Ukrainën, që do thot NATO-n, sepse Ukraina nuk është Ukrainë, Ukraina është një përmbledhje hajdutërish me krye Zelenskin, po mbrapa Ukrainës qëndron e gjithë NATO-ja, dhe britanikët janë duke bërë atë që kanë bërë historikisht, që nga koha e luftës së Krimes të vitit 1853, ku do fusnin në luftë dhe do mbështesnin Osmanët kundër rusëve, e deri sot e kësaj dite, që apo edhe gjatë luftës dytë botërore, ku në një farë mënyre e motivuan Hitlerin që të sulmonte Bashkimin Sovjetik, ata janë duke bërë të njëjtën gjë dhe sikur duken punët herët apo vonë, ne do të kemi një përplasje të madhe ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, dhe kjo përplasje rrezikon që të jetë përplasje nukleare. Nga që sikur po shikohet deri në këto momente, Rusia po lodhet, Rusia po dëmtohet në mënyrë masive dhe populli rus thjesht do një luftë finale kundër NATO-s. Olc, ndërkohë, sa lidhet kjo me vizitën e fundit presidentit Putin në Pekin? Vizita e presidentit Putin në Pekin tregoi pak a shumë dëshpërimin ku është Rusia në ditët e sotme. Rusia ka nevojë për Kinën. Vizita e Putinit që erdhi rreth një javë pas vizitës së Trumpit tregon që Xi Jinping është kthyer në perandorin e globit dhe Kina është kthyer në mekën e gjithë njerëzimit, si pasojë e dragojit teknologjik ushtarak kinez. Rusia, e cila në vitet 2002, kur sapo erdhi Putin në pushtet, edhe ndërronte që t'i bashkangjitej NATO-s, dhe Putini ishte ai që i mbështeti dhe i toleroi dhe i ndihmoi amerikanët në luftën e tyre kundër Irakut e të tjerë. Tani historia është ndryshuar, domethënë, dhe Kina është kthyer në qendrën e botës. Putini shkoi menjëherë në Pekin pas vizitës së Donald Trumpit, por kuptohet që marrëdhëniet e Putinit me Xi Jinpingin janë shumë herë më të mira se sa marrëdhëniet e Donald Trumpit. Në deklaratat e përbashkëta që rusët edhe kinezët lëshuan, ata dënuan ndërhyrjet ushtarake amerikane në përbot, nxjerrimin e NATO-s, sanksionet perëndimore kundër Kinës edhe Rusisë, ndryshimet e regjimeve, dhe në anën tjetër u nënshkruan mbi 40 marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Rusisë dhe Kinës në fushën e energjisë, tregtisë, inteligjencës artificiale, medias, edukimit, financës e tjerë e tjerë. Por për personat që mund t'i shohin këto marrëveshje që janë nënshkruar, pak a shumë Rusia nga një superfuqi botërore që ka qenë tani po kthehet në një farë Arabie Saudite numër 2, por në këtë rast
për Kinën. Rusia po i kërkon lek Kinës që të mbarojnë atë që njihet si linja e gazit që quhet fuqia e Siberis 2, e cila do sjelli gazin nga Rusia në Kinë nëpërmjet Mongolisë. Rusët duan sa më shumë juan kinez që të përfitojnë nga teknologjia kineze dhe duan që të eklipsojnë pak a shumë këto vendet e lindjes mesme në lidhje me furnizimin e Kinës me gaz edhe me naftë, por në të njëjtën kohë kjo është edhe një farë shenjë dobësie nëse shikohet në aspektin afatgjatë, se në aspektin afashkurtër kjo është e mirë për Rusinë, nga që Rusia do bëj para, por kjo tregon që Rusia tani më mbështetet në mënyrë pothuajse në 80% të ardhurave të saj, i merr nga Kina dhe Kina në çdo moment mund ta përdori këtë dobësi për shkatëruar ekonominë ruse, por në situata ku kemi ardhur, rusët nuk kanë nga ta mbajnë më. Evropa, e cila për Rusinë ishte aleati i saj natyror, është radikalizuar si pasojë e xhelozisë anglo-amerikane dhe për Rusinë në këto momente Kina është pak a shumë sigurisht për Shqipërinë në vitin 1966, kur udhëheqja e Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut e shikonin Kinën si vllai i madh, i cili bante me bukë Shqipërinë. Olc, të falenderoj shumë për komentet. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të pata. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Denis Minga, koleg gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Përshëndetje. Poli Hoxha, drejtori alfapress.al. Poli, kënaqësi që të kam. Avokati Marsit Gubi. Marsit, kënaqësi që të kam. Do ta nisim me një insert të regjia, pastaj do kthehemi më një herë në studio. Mendoj se e shtuna ishte një nga ditët më të ndritshme të demokracisë në Shqipëri, që ka mbetur vetëm në opozit. Unë të shtunën kam një mirënjohje të pafund për të gjithë ata të cilët ju përgjigjen pas një propagande agresive të pafund të mafjes shtetërore, pas përpjekjes për infiltrim të eksponentëve të botës së krimit nga Edi Rama, pas përpjekjes për të përballë këtë garë me të përdal politik të cilët pasi kanë ikë nga PD-ja, kanë krijuar në parti tjera, kërkojnë i sillte Edi Rama të kandidojë të tjerë më radhë. Pra, ajo ka qenë ditë e historisë. Tani për sa i përket urimeve, kam marrë urime nga miqtë mi, pres urime, por të jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, domethënë të jemi hapur. Poli, u përmbyll dhe procesi i referendumit, zgjedhjeve, votimeve, se ka marrë mjaft emra ky proces që ndodhi për Partidën Demokratike. Jo referendum. Në flet votimi ka qenë vot besim. Vot besim, dakor. Kështu e ka pasur. Tani zyrtarisht po thua. Po te fleta ka qenë vot besimi për kryetarin e partisë. Ka qenë shkruar, nuk është se e shpika. Dakor. E shpiku i gazetari apo analisti. Aty është vot besim. Dhe ka një gjë, meqense pastaj ja fjalën Polit. Vot besimi, sipas statutit të PD-s bëhet vetëm pas humbjes së zgjedhjeve lokale. Pra, kjo është, si thua, lidhja me statusin e PD-s. Në zgjedhje të kryetarit të partisë duhet ishte referendum, në fletë është shkruar vot besim, ka që thjesht. Po merre një fletë, nxirre një nga ato fletë votime dhe se ke vot besim. Po nxirre një fletë votimi. Poli, si e shikove këtë procesin e mbajtur ditën e shtunë nga ana e Partisë Demokratike? Shkoredi është shumë e vështirë tashmë, është bërë shumë e vështirë që
të analizosh këtë lloj PD-je dhe këtë lloj leadershipi dhe zotin Berisha, sepse jemi futur në një rafsh të irracionales. Edhe kur e dëgjon Berishën, edhe kur shpikin referendume, edhe kur justifikojnë çdo gjë, në fund sot arriti tek Zoti. E ke thënë ato kandidosh, vuri Zotin të parin, pastaj demokratët. Kështu që në ashtu si Edi Rama që sot ishte kthyer në misticist, E pe, zoti Rama tha, ka qenë mistik gjithmonë. Po, tha 184 vitori na infrashi, ka diçka mistike këtu që dhe ne po futemi në Europë. Ata kanë qenë vërtet misticist rilindasit, por ishte shekulli i 19. Tani, çështja është që të analizosh këtë që po ndodh në Partinë Demokratike, nuk pi më ujë. Nuk pi më ujë, sepse njerë, gjëja e parë është që kjo lloj partie nuk pranon më realitetin dhe nuk pranon më të ta kthej nga vetja asgjë. Sot e dëgjuam zotin Berisha që doli në konferencë shtypi, jo për të folur për zgjedhjen e tij, si u zgjodh, a ekziston fjala referendum në status që nuk ekziston, etj, por doli për të mallkuar, për të pështyr, për të thyer pasqyrën. Dhe gjithë konferenca e shtypit ishte kundra mediave. Dhe çoi dhe përqindje 90%. E kupton, 90% e mediave tha, në Shqipëri tha, janë mamuthër, janë mafje, fjalës së lirë, etj. Çfarë është media? E mirë, e keqe, e shtrembërt, her pas here, unë jam një nga kritikët më të mëdhenj, media ka probleme të jashtëzakonshme. Çështja është që është pasqyra. Dhe tani ai pasi mbaroi punë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sekretarin Blinken, me Britaninë e Madhe, me të gjithë ambasadorët këtu, të OSBE-s, të BE-s, etj, tani kanë ngelur që të thotë fajtori është pasqyra. Domethënë që dhe ne jemi në një situatë, ti më thua mua si mund analizohet. Çfarë të analizoj unë kur ti hap derën, e gjen gruan me dikë tjetër dhe ajo të thotë nuk është kështu siç duket. Këta të thonë nuk është kështu siç duket. E kupton? Ti fillon dhe i thua që prit pjesëmarrja, ke dështuar në mitingje, ke dështuar për ta mundur Ramën, ke dështuar për të hequr non gradën, ke dështuar për ta bashkuar partinë, ke dështuar për ta hapur partinë, për të sjellë njerëz të rinj, figura të reja, ke dështuar me ndërkombëtarën, vazhdon të izoluar. Dështove edhe në zgjedhjen e kryetarit ku je vet me një status si e kishe vendosur vet. Ama e ruajti partinë nga asgjësimi. Patjetër, patjetër. E ka ruajtur partinë nga asgjësimi, por këtu tani këtu mund të bëj një analizum, po jo për këtë PD, sepse ekzistojnë dy PD tashmë, është shumë e qartë. Si dy PD? Dy PD kjo është shumë e qartë. Ekziston PD-ja e themeluar, që para 35 vjetësh, në bashkëpunim me perëndimorët, me amerikanët, PD-ja si pasuri kombëtare, si pasuri e pluralizmit, si logo, dhe si njerëz që janë shumica këtej. Dhe ekziston dhe kjo PD-ja e vogël, dhe edhe sikur t'ja marrësh shifrat e Mirqena, sikur të futemi në matematik, herën e fundit është zgjedhur me 47.000, morën pjesë 47.000, tani thot morën pjesë, jo, i ka rënë prap një 20, 37 me, nuk e mbaj mend. 40 është tash, pak shumë, 39.000. Po, 39. Tani, kur vjen puna, kjo është PD, sepse është e regjistruar dhe atje dhe emrin madje, po të futemi pastaj, po prandaj është e vështirë. Dhe emri kjo nuk e ka Parti Demokratike. Kjo lloj PD, kjo tjetra këtej, kjo e vogla. Kjo e ka Komisioni i Rithemelimit. Në gjykatë, bëj një kërkesë si media nesër, edhe thonë gjykatët janë akoma Komisioni i Rithemelimit. Prandaj thot dhe Evi Kokalari, thot që unë jam themeluese, thot, janë 18-20 sati. Tani, që janë të regjistruar në gjykatë. 28-29 sa janë. Sepse tani të fillosh KPD, ata demokratë të cilët kanë trashëguar që nga ashtu apo këtë PD-n që kanë ngelur me një grupim të cilët ti analizosh duhet të thrasësh. Pse ti thua duhet ishte një personazh siç
zakonisht vendosen thjesht për të legitimuar garën. Po jo më normalitet, po nuk po kërkon njeri më bur as nga ky vend, as nga kryeministri. Ore kërkojmë normalitet, o zotëri, normalitet, normalitet. Po dhe ai ti ishte, dhe ai formali ti ishte, që thua ti formali. Po mirë, mo ja kjo që bëri tani zoti Berisha. Tani ti do të më fuzësh mua, unë dua tashma nga analizën e kësaj që nuk analizohet me logjik, por kërkon ndihmën e psikologëve,